Shqipëri. Cili do të jetë në fakt, cili do të jetë fati i Edi Ramës edhe i Shqipërisë në të ardhmen? Fatin e Edi Ramës e vetë populli shqiptar në radhë të parë. Okay? Edhe unë mendoj me këtë zgjim të ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve, fatet e Shqipërisë janë atje ku realisht e meritojnë. Krah dhe aleat i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti G.D. Vance në konferencën e Munihit në datën 15 shkurt ka kanë 2025, një vit e ca më përpara, dhe dikun rreth 20 ditë mas hyrjes për herë dytë të Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, ai erdhi në Munich dhe deklaroi që aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë ata vende dhe ata njerëz që ndajnë vlerat përbashkëta me ne. Vlerat përbashkëta me konservatorët amerikanë, me Shtëpinë e Bardhë, me administratën amerikane nuk mund të përfaqësojë networku Soros. Deri në fund korrikut, nëse nuk do të kemi dorëheqje nga kryeministri Edi Rama, mendoj që do të hyj apo do të ndërhyj shteti amerikan në Shqipëri? Unë mendoj që edhe në këto momente shteti amerikan është i angazhuar. Edhe do të kemi një qeveri teknike deri në fund të korrikut apo ju? Çka mendoni ju? Unë mendoj që do të ketë një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike, se me këtë termin teknika apo tranzitore luhet shumë në opinionin publik shqiptar, sidomos në mediat e qeverisë Tiranës. Shqipëria ka nevojë për një qeveri tranzitore me një minimum mandati 1 vjeçar. Gjatë këtij mandati 1 vjeçar, qeveria e dalë nga ai shesh i protestave rinore duhet marrin përsipër dhe do të realizojë përpilimin dhe aprovimin me referendum të Kushtetutës së re të Republikës Shqipërisë, pasi praktikisht Kushtetuta e vjetër e aprovuar me referendum në 1998 është shkye, jo i herë, po disa herë, është shkye dhe është dhunua. Unë ju kam kërkuar institucioneve shqiptare disa herë një fakt shumë interesant. Në ligjin e vitit 2020 për funksionimin e gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, në 8.4 thot atje që moszbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sanksionet gjenden në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Nëse hyn në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë, nuk ka asnjë sanksion për moszbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, praktikisht gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë sot është një institucion pa forcë. Që nuk ka asë një ligj që e mbështet sot në Kodin Penal. Dhe pranaj kanë bërë edhe atë që kanë bërë me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. E vërtet, po flitet her pas here, domethënë edhe për kryeministrit Edi Rama, që në fakt kemi pasur ndalimin e zonës Iqballi Udutit, domethënë dëbimin e saj, edhe ndalimin si e ka shpall si person non grata për 15 vjet e ka ndaluar me në Shqipëri, për arsye se po mendojnë që domethënë ka të bëjë me shërbimet iraniane, duke e ditë që më herët Shqipëria ka pas një sulm kibernetik nga Irani në fakt. Çka mendoni ju? A përfshihen shërbimet iraniane në këtë protestë? Shiko tani. Ajo çështja e goditjes kibernetike nga Irani ka diskutim, ajo është një temë e veçantë, ajo që u takon më shumë shërbimeve specializuara. Kurse unë dëgjova një intervistë Sali Berishës për këtë çështje që po interesohen ju, dhe unë kam bindjen që ajo është e përdorur jo nga shërbimet iraniane, po nga Sali Berisha dhe Edi Rama të dy së bashku, për të plotësuar atë pretendimin e tyre si gjoja iraniane ka interferojnë në protestat e shqiptarëve, që Irani nuk di se ku ka kokën e diçka më tepër për vete, e jo me paskohë mundësi me interferua aq larg në Shqipëri. Më falë pasaj, kush është e përdorur? Domethënë, kjo ideja e shërbimit iranian apo Iqballi Uduti është e përdorur nga Sali Berisha dhe Edi Rama? Iqballi Uduti, kush është ajo zonjë. Kja është përdorur për me plotësu atë pazullin e tyre. Aja është një protest madhështore e rini shqiptare për marrjen peng demokracisë që 36 vjet në Shqipëri. Mi bazën e një projekti
që i ka bazën jashtë Shqipërisë, por që është njihet me emrin Katovica. Po për kryeministrin Albin Kurti tash që i fitoi zgjedhjet, kemi pas këtu her pas here deklarata të opozitës duke e quajtur kryeministrin tuan si ka politikë anti-amerikane. Në fakt, çfarë mendoni ju për kryeministrin Kurti duke e ditë që ju keni informacione dhe jeni në lidhje me Donald Trump? A është njeri i dëshiruar për Amerikën, kryeministri Kurti? Shiko tani, unë nuk mendoj që them në gjë të re që kryeministri është i majt, kryeministri Kurti është i majt e madje anon i çik pak nga ekstremi i majt. Du me ju pru vetëm një fakt.